Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E konfirmuar, Lim Hoti do të futet të premte në Bigun e Kosovës. Ish konkurrenti firmës Lim Hoti duket se po përgatitet të futet në shtëpinë më të famshme në Kosovë, duke sjellë dinamika të forta dhe situata të paparashikueshme. Lajmi u përhap pas raportimeve të gazetarit Andi Vrapi, i cili njoftoi se hyrja e tij pritet të ndodhë të premten. Vet Limi duket se ka ndezur ndyshimet e publikut, duke ndjekur episodet e spektaklit si mesazh i koduar dhe duke u parë këto ditë duke shijuar jetën e natës në Prishtinë, një përgatitje e mundshme para izolimit brenda shtëpisë. Por ajo që e bën Limin një nga fituesit më intrigues në këtë fazë të lojës janë lidhjet e tij të mëparshme. Ai është përfolur gjerësisht në media për histori të shkuara me dy nga vajzat që ndodhen aktualisht në Big, me të cilët ai përmendim Albën, me të cilën ai ka ndarë lojën dhe shtratin në ferm, gjithashtu dhe Bian. Kjo situatë mund të krijojë një trekëndësh të tensionuar dhe tërheqës për publikun. Pritet që reagimet e banorëve të jenë të menjëhershme, ndërsa publikimi i hyrjes së tij do të ndryshojë ekuilibrin e lojës dhe do të rrisë intrigën brenda shtëpisë. Mbetet për të parë se si do të evoluojë loja dhe marrëdhëniet e brendshme nga dita e premte, ndërsa sytë e publikut mbeten të fokusuar te përballja trekëndshme që mund të shndërrohet në momentin kulminant të sezonit.